Ndonë se është pak e besueshme dhe shumë e çuditshme se si mund të ndodhë një gjë e tillë, megjithatë, fatkeqësisht po dëgjojmë dhe po shohim raste të tilla. Raste që na bëjnë të mendojmë thellë dhe të mërzitemi për gjendjen e shoqërisë, e cila ishte shembull për familjen, shembull por edhe për shoqëritë e tjera, kurse sot shohim raste të cilat më të vërtetë është për të qajtur. Shumë nëna në ditët e sotme e kanë dert plakjen, jo si proces të jetës, por si përjetim të asaj që po ndodh në shoqërinë tonë. Donë se bëjnë shumë për fëmijët e tyre, i edukojnë, shkollojnë, pra i shkon jeta duke punuar për fëmijët dhe në fund ata frikësohen nga pleqëria se si do të mbesin ose se si do të jetojnë, për shkak se një pjesë e të rinjeve nuk dëshirojnë të jetojnë më me nënat e tyre. Kjo i bën që ata të mendojnë të jetojnë të vetme, qoftë në shtëpi apo edhe në shtëpi të pleqëve, apo të moshuarve. Problemet mes nuseve dhe vjerave apo edhe anasjelltas janë të shumta dhe ka disa që të kalohen shumë lehtë e disa janë shumë të rënda, deri në pasoja njerëzish apo në tentim të vrasjeve. Një nën e cila u kujdes për djalin e saj, pasi të gjitha nënat kuptohet kujdesen, por edhe kjo si nën e varfër, e cila jetonte në një vend malor, në kushte shumë të rënda ekonomike sociale, bëri shumë, sakrifikoi shumë për djalin e saj. Djali u rrit, u fejua dhe u martua. Nëna u gëzua shumë, ishte gëzimi që e ripërtriu këtë nanë të lodhur e të moshuar. Nuk shkoi edhe shumë gjatë, gëzimi dhe mundi u kthyen përmbys, jo nga djali, por nga nusja e reja e saj. Filluan zënkat mes vjerës dhe rejes, ani pse vjera ishte gjithmonë e hapur dhe nuk shprehi asnjëherë asnjë antipati apo ofendim ndaj rejes. Reja ishte ajo që insistonte qysh nga martesa të jetonte vetme me burrin dhe jo me vjerën, pra qysh në fillim të martesës. Vjera, nëna e burrit, ishte në moshë të shtyre dhe kishte nevojë për ndihmën dhe shoqërimin e tyre. Djali e bënd, por ai ishte në punë dhe kishte angazhime të shumta, kështu kjo nën ditën e kalonte pa shërbim, e her pas here edhe pa bukë, sepse reja nuk donte dhe çdo herë fliste fjalë të rënda e ofenduese për vjerën dhe i thonte nuk dua të jetoj me ty, ti jetoj vetme, unë dhe burri duam të jetojmë së bashku. Ani pse vjera vazhdimisht u mundonte të fliste fjalë të mira, këshilluese, por ajo nuk dëgjonte. Kaloi kohë gjatë që reja këmbgulte për largimin e nanës së burrit të saj, pra vjerës, nga shtëpia, por nuk i arriti qëllimit. Tani filloi të bëjë skenare të ndryshëm që ta eliminojë nga jeta e saj vjerën, e gjorë, të moshuar, e të bukur e të urtë, e cila nuk kishte asnjë pikë faji. Derisa burri ishte në punë, ajo mendonte se çfarë të bëjë që sa më shpejt ta largojë apo edhe ta mbys vjerën. Kështu, një ditë prej ditëve mendoi që vjerën e saj ta djeg apo përvëlloj me ujë të nxehtë, që ajo të lëndohet shumë e të shkojë në spital, pse jo edhe të vdes atje. Kështu, kënd se sipas saj, duke bartur ca ujë të nxehtë te kuzhina, inskenoi rastin dhe hodhi ujë të nxehtë mbi trupin e vjerës së saj. O Zot, sa e rëndë! Plaka filloi të bërtas e të çajë nga dhimbta. E nusja inskenonte kënd se po ndjente keqardhje, e telefonoi burrin shumë shpejt dhe burri menjëherë erdhi nga puna për në shtëpi. Me shpejtësi e dërgua në spital për të marrur tretmanin e duhur. Mirë po, djali kur e pa situatën hedhi dyshimet e tija, sepse ai dinte tash sa kohë problemin e nusës së tij me nanën e tij. Pra, thjesht nuk ja donte nanën. Heshti derisa u shqetësua situata dhe pastaj filloi të hulumtoi edhe përmes mjekëve, por edhe përmes ekspertëve, dhe kështu burri këmbguli derisa edhe e vërtetoi rastin. Nëna merrte mjekimin dhe u përmirësonte çdo ditë, ndërkaq nusja vazhdonte tu u hetonte nga burri, por edhe nga ekspertët. Gjë që pas marrjes në pyetje dhe hetimeve, gruaja më në fund pranoi: "Po, unë e kam djegur apo i kam hedhur ujë të nxehtë vjerës." Kjo histori mund të duket e rëndë dhe pak e besueshme, por si thamë edhe në fillim, po jetojmë në kohën kur çdo gjë është bërë normale. Fatkeqësisht, po jetojmë në kohë kur mungon edukimi i fëmijëve, i vajzave dhe i djemve, dhe po jetojmë në kohë kur sjelljet, angazhimet jo të mira të nuseve po mbështeten tërthorazi apo kushtimisht nga disa prindër. Dhe kjo është fatkeqësi. Zoti na ruajt, Zoti na udhëzoft.